Një shfrim i dytë i tërbuar i motit pritet të godasë sërish Shqipërinë, ndaj duhet të bashkëpunojnë për të mbajtur situatën në kontroll. Apeli i bërë nga kryeministri drejtohet banorëve të zonave të prekura nga përmbutjet. Sipas parashikimeve pritet një shfrim i dytë i tërbuar i motit, prandaj ju bëj thirrje të gjithëve që të bashkëpunojnë ngushtë me strukturat emergjente civile, me policinë e shtetit, me të gjithë të përfshirët në këtë proces, në mënyrë që të mos kemi asnjë ngurrim për të evakuar në rast paralajmërimi dhe të mund të vazhdojmë ta përballojmë dhe ta përmbyllim këtë situatë dramatike kështu siç kemi ecur deri tani. Kryeministri i vendit Edi Rama vizitoi banorët e zonave të përmbytura në bashkinë e Urrës Vajgurore, të cilëve u shpjegoi se qeveria ka për detyrë të rregullojë e ndërtojë. Detyra jonë është që të rregullojmë dhe të ndërtojmë. S'kemi vetëm ndërtojmë, se na kanë lënë cop. Se kjo gjë juve ju ndodh prej 20 vjetësh sa e bie shi, nuk ju ndodh sot për e parë. Kreu i emergjencave civile, Shemsi Prençi, shpjegoi se pas qetësimit të situatës, strukturat kanë nisur edhe pastrimin e banesave. Strukturat e emergjencave civile në të gjithë rajonin e Qarkut Beratit, me nënkrye prefektin, Batalioni i reagimit shpejt dhe shërbimet e policisë dhe të emergjencave civile kanë dhënë kontributin maksimal në njësinë e kohës rekord, duke larguar 65 familje në Urrë Vajgurore. Prezenca e ujit ka qenë edhe në komunën e Otlakut, edhe në komunën Poshnjë, por reagimi është bërë shumë i shpejt. Mu më vjen mirë që sot gjithë strukturat janë duke bërë pastrimin për herë të parë të banesave private me shërbimet zjarfikse që nuk është bërë asnjëherë në fatkeqësi të tilla. Në rrugën Dafinat në hyrje të Urrës Vajgurore, Rama njoftoi se pasi të përfundoj përballimi i situatës emergjente, në këtë bashki do të fillojë një investim, sipas kryeministrit i barabartë me çka është investuar nga 20 vjet së bashku.